Interi i Inzagit është duke korrur rezultate mbreslënse në këtë sezon. Kjo skuadër është në garë për titullin kampion në Serie A dhe për trofeun në Champions League, por ajo që ndodhi dje ishte një magji futbolli. Interi barazoi 3-3 ndaj Barcelonës në transfert, një diferencë e madhe mes dy ekipeve, teksa te Barcelona janë lojtarët më të mirë në botë, talentet e reja, ndërsa nga krahu tjetër Interi luan me atë serbin 37 vjeç, Mkhitaryan 37 vjeç, Sommer 36 vjeç dhe lojtarë të tjerë që në nivel nuk i afrohen dot Barcelonës. U përplasën dy filozofi futbolli, ajo e një tiki-taka ndryshe, më efikase dhe prezente në sulm, që lejon më shumë hapësira mbrapa, por më pak i mërzitshëm nga versioni origjinal i tiki-takës së vjetër, dhe Interi, që mbrojë dhe sulmonte i gjithë së skuadër. Por ajo që duhet të tregojmë sot është skema taktike e Inzagit, që do të ishte fantastike të kopjojë edhe nga Silvinho të Shqipëria. Në fakt, nëse një ditë Shqipëria përmbush pritshmëritë e tifozëve dhe ëndrrën e tyre për të shkuar shumë larg, do të jetë vetëm nëse përsërit Interin e Inzagit. Por si i befason kundërshtarët me Interin? Inzaghi përdor automatizimin e kundërt të veprimeve, që njihet ndryshe si kaos i strukturës. Kur Interi luan në ndeshje të mëdha ndaj rivalëve që kanë më shumë cilësi se Interi dhe që në letre i shkatrojnë lehtë italianët, Inzaghi vjen me gjetjen e tij ideale. Ai përdor mbrojtësit si mesfushor dhe sulmues, duke bërë totalisht konfuz kundërshtarët. Nuk është rastësi që shumë herë golat e Interi vijnë nga pjesa mbrapa dhe jo sulmi, për shkak të kësaj skeme, pasi nuk funksionon skema tradicionale me Interin. Kjo pasi Inzaghi ngatron shpesh gjatë lojës lojtarët e tij dhe vendosen që kanë ata, si të përziejë shpesh kartën në tavolinë, dhe kundërshtari e ka të pamundur të kuptojë dhe përgatitet se cilin lojtar do të ketë para tij që duhet ta kalojë. Për ta kuptuar më qartë, kur topi nis nga portieri, tre mesfushorët e Interit, Barella, Çalhanoğlu dhe Mkhitaryan, kthehen si qendërmbrojtës në zonën e tyre pranë portierit për ta trajtuar më mirë topin, duke shkuar kështu me 5 mbrojtës. E teksa 4 lojtarë kundërshtar futen për të bërë presion për marrjen e topit, ndodh çudia. Mkhitaryan, Çalhanoğlu dhe Barella qëndrojnë në mbrojtje, ndërsa tre mbrojtësit avancojnë përpara në zonën boshe të krijuar, pra rolin e mesfushës e marrin Acerbi, Bisçek dhe Bastoni, ndërsa mbrojtës qëndrojnë Mkhitaryan, Çalhanoğlu dhe Barella, pra lojtarët që kanë një vizion më të mirë të lojës, kanë më shumë siguri dhe saktësi në qarkullimin e topit. Dhe në momentin që Interi ka topin në zotërim dhe një aksion është thyer, mbrojtësit nuk kthehen më mbrapa siç ndodh zakonisht, por ata arrin në sulm për të vazhduar kaosin te kundërshtarët dhe për të krijuar zonat boshe, duke qëndruar sërish me mesfushorën në mbrojtje. Kjo është e gjithë skema e Inzagit, që ngatron totalisht skemën me ndryshimin e lëvizjes së lojtarëve, ku Mkhitaryan, Çalhanoğlu dhe Barella ndrojnë shpesh vendet me njëri tjetrin pa e pasur të qartë se ku do të jetë vendi i tyre. Dhe për të dhënë një shembull ndryshe, është po e njëjta si në një tavolinë pokeri pasi ti ke parë një letër të caktuar, më pas ajo të merret dhe të përzihen disa herë letrat dhe ti duhet ta gjesh sërish atë se ku ndodhet, por këtë herë me letrat e përmbysura. Më e pakta që mund të themi është se të bën shumë konfuz dhe është e pamundur që ta gjesh, por sigurisht, nëse Shqipëria përsërit këtë skemë të Interit, lojtarët duhet të jenë atlet, shumë të përgatitur fizikisht. Pasi në ndeshjen Barcelona-Inter, dy lojtarët që kishin përshkruar më shumë kilometra ishte Mkhitaryan dhe Barella. Pavarësisht moshës së tij të madhe, Mkhitaryan doli lojtari që kishte përshkruar më shumë kilometra në fushë.